Balzi, jam në klasën e 2. Shkolla ime quhet Kushtrimi i Lirisë. Unë jam në orën e gjuhës, detyra ime për në shtëpi është të shkruaj një letër kryetarit të bashkisë dhe të kërkoj atë që më mungon më shumë. E mallon detyrën tani? Po, nëse të të Do marrë detyrën? E keni shkruar letër kryetarit të bashkisë? Po. Arba ma lexon? I dashur zoti kryetari i bashkisë, unë që po ju shkruaj, jam një nxënëse e klasës së 2 e shkollës Kushtrimi i Lirisë. Quhem Arba Abazi, jam fryti i dashurisë së dy prindërve të mi invalid. Unë jam gëzimi i vetëm i tyre. Ata bëjnë shumë sakrifica për të më rritur mua. Por unë kam një kërkesë. Ne jetojmë në kushte të vështira. Banesa jone është vetëm një dhomë në katën e parë të pallatit. Aty ka edhe lagështira. A e merrni me mend se si po rritem unë? Nëse e mendoni, ju lutem, më ndihmoni për një banesë më të mirë. Baba im quhet Arjan Abazi, mamaja ime quhet Fatbarda, me respekt Arba Abazi. Arba vjen nga një familje kur dy prindërit e vet janë invalid dhe përkushtimi tyre ndaj Arbës ka qenë jashtëzakonisht i madh dhe i pakursyer. Arba përpiqet t'ia shpërblej prindërve duke mësuar